Për të ndalur pikërisht tek operacioni i fundit i SPAK-ut, si e lexoni këtë operacion teksa bëhet e ditur që flet arrestet për këtë rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës ishin prerë që në muajin shkurt, ndërsa operacioni dhe arrestimet e disa biznesmenëve, avokatëve dhe 2 punonjësve të policisë u bën pas zgjedhjeve të 11 majit. Shiko të sqaroj diçka për këtë. Vendimi i gjykatës italiane është marrë në muajin shkurt. Mos gaboj, në 20 shkurt diçka e tillë. 22 shkurt flitet. Dhe urdhë? 22 shkurt flitet diçka e tillë. 22 shkurt, është marrë në 22 shkurt. Është një vendim me 1354 faqe. Një vendim që gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorit antimafjes për të kryer X arrestime. Çfarë ka ndodhur? Vendimi që të bëhej ekzekutueshëm në Shqipëri, duhet të njësohej nga gjykata shqiptare. Dhe çfarë ka ndodhur? Kur i ka ardhur prokurorisë tonë të posaçme, SPAK-ut, pra zoti Dumani ja ka quar gjykatës së shkallës së parë të kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në datën 30/4, pra në 30 prill, që i bie 2 muaj 70 ditë me vonesë. Pastaj, pasi është marrë vendimi nga gjykata e posaçme, është dashur akoma edhe mos gaboj edhe 10 apo 15 ditë të tjera për të kryer ekzekutimin. Pra, nuk është i vërtet fakti që duhen disa analistë apo avokat po deshët juve, duhen ta zbukurojnë dhe duhet japin nuanca që janë çështje teknike sepse jo po nuk ishin gati e kështu me radhë. Jo. Ajo ka qenë e mirë organizuar sepse vendimi është marrë datën 22 në Itali, ka ardhur në Shqipëri 1354 faqe. Mund të përktheshin me njëherë në gjuhën shqipe, mund të përktheshin edhe për një javë dhe mund të çojë pastaj me njëherë gjykatës së posaçme për të kryer ekzekutimet. Dhe nuk mund të pritej kaq gjatë. Por kjo ka patur padyshim një llogaritje, mund të themi, me agjendën e politikës, që të agjenda e SPAK-ut të ishte njësh me agjendën e politikës, që do të thotë mos të bëheshin arrestimet përpara datës 11 maj, po të bëheshin pas datës 11 maj. Dhe kjo është e vërteta. S'ka asnjë, unë nuk është se u kam autorsinë të vërtetës, se të kuptojmë, po them nga mënyra se si është vepruar në raste të tjera analoge, ka patur një shpejtësi në veprime. Nuk ka patur një shtrirje në kohë. Kjo është që ne kemi dyshimet tona, pa dyshime të arsyeshme, siç na thonë ne prokurorët do të arrestoj filanin se kam dyshime të arsyeshme, edhe ne avokatët kemi dyshimet tona të arsyeshme që SPAK-u dhe gjykata shqiptare ka qenë në agjendën e politikës që veprimet t'i kryenin pas zgjedhjeve. Ja kjo është. Po, çfarë fshihet në këtë rast, pasi opozita pretendon që përgjatë zgjedhjeve këta element kriminal që janë arrestuar pas 11 majit janë përdorur për të shantazhuar, intimiduar apo bler vota? Shiko, në Shqipëri nuk është se ka lindur tani fenomeni mund të i quajmë bandat, i bandave që dalin mbledhin vota. Ky është një fenomen i hershëm. Ky fenomen ka lindur që në vitin 2001. Tani duhet të kuptojmë. Problemi sot është sepse sot janë forcuar shumë këto grupe kriminale. Këta njerëz janë forcuar shumë sepse në këto vite, 12 vite të paktën të fundit, ka patur një trafik të jashtëzakonshëm ndërkombëtar të lëndës narkotike llojit kokain nga vendet e Amerikës Jugut. Padyshim ka dhe një shtuar dhe korrupsion. Se jo, nëse do të shikojmë statistikat, jo vetëm të
kontrolli i lartë të shtetit. Por çdo lloj statistike tjetër do shikosh që në këto 10 vite, 12 vite të qeverisë zotit Rama ka patur 10 miliard dëm në buxhetin e shtetit. Tani, ky lloj korrupsioni, përse bëhet? Ku kanë shkuar këto lek? Ku shkojnë këto lek? Investohen pra. Ku investohen? Investohen me njerëz të cilët ndërtojnë. Bëhet pradhimi parave, po këta njerëz ç'a bëjnë? Marrin le ndërtimi. Po këta njerëz marrin restorte. Këta njerëz pastaj vjen në shërbim partisë për të mbledhur vota. Kjo është historia. Dhe mos harrojmë që vetëm një muaj para, gjedi një muaj po edhe një ditë para, zoti Rama ka nxjerrë rreth qindra le ndërtimi më. Qindra le ndërtimi që nga Konispoli deri në Shëngjin. Gjithë urtësira perëndimore ka dhënë leje më. Ka dhënë leje për Kulla dhe në Vlorë, jo vetëm Tiranë. Po këta kanë detyrim sepse këta duhet mbledhin vota. Këta janë njerëz me lek, janë njerëz me të cilët nuk e kanë problem të harxojnë edhe 100.000 euro për të blerë vota. Tek njerëz të cilët janë te buke gojës, te njerëz të cilët kanë probleme shëndetësore, te njerëz të cilët kanë probleme ku ta bien të gjitha llojeve. Ja kjo është. Prandaj që historia kështu është, krimi organizuar në Shqipëri krimi organizuar nuk është vetëm ai që vetë vret më. Krimi organizuar është ai që bën korrupsionin më. Po. Krimi organizuar është në gjitha format. Prandaj quhet krimi organizuar krim. Çdo vepër penale quhet krim. Krim quhet edhe shpërdoron detyrën më. Në bashkëpunim, që lan bashkitë dhe ikën me muaj të tëra në emigracion të mbledhin vota. Edhe shkojnë në bashkinë nuk mbarojnë dot as punë. Në shkojnë bashkinë, në gjithë bashkinë e Jugut po desh aty. Nuk mbarojnë dot as punë sepse kishin ikur gjithë administrata. Kishin vajte kushuritë e tyre në përbot. Mbledhin vota. Po dhe ky krim është pra. Krimi organizuar po deshet juve. Si është e mundur që në këtë operacion Spaku nuk bëri të ditur emra zyrtarësh të lartë apo politikan, sepse një rrjet i trafikut ndërkombëtar të drogës nuk besoj se mund të kaloj kaq lehtë në hundën e politikës apo zyrtarëve të lartë, pasi sipas dosjes së Spakut dhe përgjimeve që kanë dalë nga Sky ECC, bëhet e ditur se është transportuar edhe drogë në valixhe përmes personave që kishin pasaport diplomatike në vendet e Amerikës së Jugut. Kjo transporti drogës nga persona të cilët kanë imunitet dhe nuk kontrollohen, nuk është rast i parë. Nuk është rast i parë, kjo ka ndodhur me deputet që këtu e 20 e ca vite më parë. Jo vetëm me që transportonin drogë, po shkoni merrni dhe lekët të trafikantët dhe i sillnin në Shqipëri. Madje sillnin dhe makina të vjetra deputetët dikur. Sillnin dhe makina të vjetra nga portet, nga doganat shqiptare dhe i sillnin në Shqipëri deputetët. Deputetët shqiptar, parlamenti shqiptar me Ala Bakër, me deputet Hajdut ka qenë mbushur gjithë konën. Se çaj mendoni ju deputetët? Çaj mendoni ju deputetët? Nëse ai që të sjell ty të bën deputet, harxhon miliona lek. Po çfarë problemi ka pastaj ai të ty detyroj të shkosh të çosh të marrësh të japësh lekët e trafikimeve të sjellësh edhe të transportosh. Sepse ai të jetë tutori atia. Nëse ti besh deputet me votat e krimit, pa dyshim që pastaj ti kthesh në tutori tia. Kjo është historia.